Vin nga Kosova, jetoj në Gjilan, në fshat e Desivojt, kam një që jam i lindën, jam për 97 me familje, i kam 3 vajza në djallë. Na të rego sa ka qenë e vështirë, do më thënë, për ju si prind, t'i ruani traditat, kulturën, di gjitha fëmijëve gjuhën t'i ruani. S'është edhe lehtë, po faleminderit për fëmijëve të mirë, për familjes së tanajrës, edhe në vetë e kemi përdorur gjuhën shqipe, kush flas me fëmijë frëngjisht apo një gjuhë tjetër, edhe e flasin edhe nipat e vogël mesat, e flasin shumë mirë, edhe pse i kam 8 nipa mesa, e flasin shqipën shumë mirë. Edhe 3 vjeç e kam atë vogël, ai flet shumë bukur. Shumë mirë kjo. Ti këtu je muzikant. Unë vjen nga pak shkaku i nxënësve, këtu dhe vajzën e kam këtu. Pej 2005, më duket ashtu ka fillu në shkolla. Ka fillu këtu si nxënëse edhe bu dikur na mësuese, shtash është drejtoreshe kësaj shkolle. Jam i knasht. Jam i knasht kur i shoh fëmijën kur vinë këtu, vallëzojnë e këndojnë, shumë mirë është. Më thamë, s'ka ma mirë se mi po fëmijët të ngritë në karierë. E qashtu, është e vërtet, se kur ti shofish fëmijën, si kanë qef, shumë kanë qef me... A e vizitoni shpesh Kosovën? Po. Sa? 2 herë, 3 herë në ditë. A ju pëlqen fëmijëve Kosova? Po, a keni mendu ndonjëherë do të thonë të ktheheni për gjithmonë në Kosovë? Por kemi ardhur, kemi mendu më kthye. Po me vështërsitë si na i la Serbia, domet si i boni tën Kosovës. Patjetër o desh me qëndru. Patjetër o desh me nejtën e vështartë. Shtëpi kemi vendosa atje kemi. Çef kemi? Ëndrat i shohim në Kosovë. Kur shoh ëndra këta? Vjen mirë. 30 vjet i kam këto ëndër, s'kum po hala të përtesin vend të emë. Vend lindja ka pasën fshati Desivojt, 840 nxënësa. 7 të mbyll shkolla. Dhe shumë keq është. Do të thonë ekonomia, po çfarë po i bën, do të thonë që të largohen familjet nga Kosova të shpërngulen në vende të ndryshme, në përcipta të ndryshme të botës. Dikush thot ekonomia, dikush lakmia. Si janë po të dyja bashkë edhe. Unë mendoj që e dyta është më shumë. E dojnë më shumë vende tjera. Është e vërtet se ne me dëshirë s'kem qef me nejtë panajre këtu, po na koha po na imponon se s'u kthejmë. Po duket që është interesim i madh i nxënësave kur vinë këtu në studiuan? Po, shumë qef kur vinë nxënësat kështu me krenari. Ç'është ndihesh ti? Unë kur i shoh nxënësat shumë mirë, kënaqem. Se kanë herë koncertet kur bëhen është kënaqësi e madhe kur ti shofish nxënësat me vesh kombëtare kur sidomos këto pavarësiat e tona na kanë qellu dimrit. Edhe po duhet në atë kohë me dalë jashtë me festu ato fëmijët kur po dalin. Pak sakrificë. Fiq pa, tan ditën rrinë atë edhe s'lodhen. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, suksese. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për jush. Faleminderit. Başka bir